الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وخلفائه الراشدين المهديين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Këtë ka të bëjë sot me istikfarin. Fjala istikfar është në gjuhën arabe istikfar të kërkosh falje prej Allahut dhul xhelal. Të gjithë njerëzit që gjenden në këtë botë këto janë njerëz që bëjnë gabime. Pasi këto janë të krijuar prej trupit, prej dheut, prej trollit, njëkohësisht kanë nefs i thot shqip egoja, Allahu alem, a e kuptojnë njerëzit asë kuptojnë, nefs sigurisht e kuptojnë ma tepër, nefsi të tërhek nga i keq. Për çdo punë keqe nefsi është i pari që të tërhek. Ibadetin nuk e don nefsi. Atëherë mirë vesh se ki njeri i bon gjina, njëkohësisht shejtani i bashkangjitet nefsit edhe është bashkëpunëtori atij, të ditë së bashku bon ma keqe mundin mendën njeriut dhe e kthim nga vetë. Për atë Allahu Jalla Shanuhu në Kur'an thot, A'udhu billahi bismillah, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ju që jeni besimtar, boni tawbet Allah. Kthehi. Se s'ka njeri që s'bon gjina. Kthehi. Për këtë, në këtë dunja që kemi disa obligime që ne ka ngarkau Allahu Jalla Shanuhu mbi ne. Obligime. Po obligime nëse nuk i praktikojmë, atëherë mirëvesh se i kemi shkel urnat e Allahut ndërkohë. Për të shkel urnën e Allahut një krijesë e vogël, një krijesë e dobët që Allahu Xhelalu Shanu e ka mbush me të gjitha nimetet, me të gjitha të mira, dhe ky i shkelën urnat e Allahut është shumë keq. Për atë duhet gjithmonë njëri të mendojë dhe të kthehet dhe të kërkojë falje prej Allahut Xhelal. Në Kur'an Allahu Xhelal ka thënë fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih wa tasbih subhanallah. Masaj thuaj alhamdulillah, thuaj astaghfirullah. Dhe këto kërkesa që i kërkon njeri, këto kërkesa mirëvesh se janë këtë në dobinë e këtij se Allahu Jalla Shanuhu innahu kana tawwaba. Allahu falen shumë. Allahu i falen gabimet, i falen gjunat. Pra në këtë dunja ka njeri që s'ka fal namaz. Duhet të bëhet tauba dhe të fillojë namazin. Përse? Namazi është urdhën i Allahut dhul xhelal. Namazi është për ti që do të bëhet nur në varr. Në varr njeri është në terr. Namazi i bëhet shok edhe dritë. Në ditën e Kiametit seftet do të pëtet për namazin. Nëse namazin e ka fal, mirëvesh këtë punët tjera i kanë rregull. Nëse këtë se ka fal, këtë punët i kanë ngatron. Ka njeri që han kamat, duhet të bëhet tauba, të hiqet pi kamatës, se ajo shkatron pasurinë e atij. Ki mendon kur i merr parët, do thosë se këtë punë, çat punë, këtë punë, çat punë, sa të futet ngatrohet edhe mbasaj shet edhe shpejt edhe se ne paguam komut. Edhe shpejt se e ka bu dhe bon pishmondon pi gjina. Tjetër është s'ka mundësi të shkojnë në xhellok. Ka thonë musliman, ka bu gabime. Pejgamberi ka thonë taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Një njeri që pendohet për gjinave është sikur se nuk ka gjina. Pra, pendohet për gjinave, pendim është të bëhet pishman. Kur pishkon për atë gjinave dhe fillon punën ashtu përsëri të dije se Allahu e ka falë. E kemi përpara muajin e Ramazanit. Muaji i Ramazanit ka nevojë për përgatitje. Përgatitja si është? Duhet të bëhet tauba, ta pranojë Ramazanin ashtu si duhet, se Allahu Jalla Shanu me vetë fjalën Ramadan ka 5 germa, Ramadan ka 5 germa. R, M, D, Elif, Nun. Me R, rahmet, e ka quajtur rahmet. Pra në hadis është 10 ditë e para është rahmet. 10 ditë e mjedisën janë magfiret falje, që e falin Allahu Jalla Shanu. Daja është e siguron xhennet. Elifi është që
shpëton vetën për zjarmi i xhenemit. Nëja është e nur, pra i tregohet udhë e drejt ta marrë vesh të njeriu se çfarë udhë është e drejtë, çfarë është e shtrenjtë. Pra kemi Ramazanin mbas 20 ditëve na vjen dhe atëherë duhet të dijmë se Allahu xhaleshanu Ramazani ka thënë rahmet, sebebi që është rreth muajit Ramazan, muaji Ramazani që është rreth vlera tepër. Brenda atij muaji ka një natë që i thotë natë e Kadrit, në çat natë ka ardhur Kurani, ka filluar ardhja e Kuranit, dhe ardhja e Kuranit është një manifestim që të mbahet mend për herë musliman të mbajnë mend se Kurani është libri i shenjtë, libri i madh, libri që ka përfshirë këtë botë, të mirët e kësaj bote dhe të mirët e botës tjetër. I tregon të këqijat e kësaj bote dhe të këqijat e asaj botës tjetër. Për atë njeriu duhet ditët i ka të shkurta në këtë botë. Do ditët i kemi të njëjtë. Bolla ki që vdekja të kapën pa namaz, bolla ki që vdekja të kapën pa ibadet, pa kur nisë hiç, do të dish se vdekja nuk është e vdekje që të ka përfunduar. Vdekja është ndrimi i jetës. E ndron jetën. E kësaj, dinë. Sikur se e ke ndrau jetën, pi barkit nënës këtë dalë në këtë botë, i ke ndrau këtë konditot, a gje ke hangër ndresh, këto hash ndresh, a gje nuk e lëviz, të do lëvizish, a gje s'ke shëtet, të do shëtetish, me but lish sakat pinanës, me but lish sakat pinanës, gjithësh. Kjo botë ka nevojë të plotësohen kushtet për të jetuar. Kushtet për të jetuar duhet t'i kesh kamët, duhet t'i kesh dorët, duhet t'i kesh sanjë, duhet t'i kesh veshët, këtë të duhet që të mund të jetosh në këtë botë. Me kanë këto të mungojnë të në këtë botë, si të jetosh, duhet ndihen. Nana dhe jetojë me taj barabar, po ka ke vdes, kush dhe të shluaj. Mirë vesh se kushtet e kësa jete janë këto. Në qoftë se njëri shkon pa feja në ahiret, i njëjti është sikur se një fëmijë që lind sakat në këtë botë. Ai që lind sakat në këtë botë, nuk është e por kur një hiç. Si kush thot shalabes. Për më thënë se njeri në këtë botë fejen Allahu xhaleshani ka thënë që të garantojë për botën e ardhshme se të ka falë xhenetin dhe ka falë xhenemin. Ai që dëgjoje, të shkojnë në xhenet, ai që nuk vjen, të shkojnë në xhenet. Për këtë domethënë kujdes. Për atë Allahu xhaleshani ka thënë sahel Kur'an. Astaghfiru rabbakum fa innahu kana ghaffara. Ju kërkoni falje pe Allahit. Sa ai është gaffar, falën shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bëu istighfar më tepër se 70 herë. Djali Umerit radhiyallahu anhu thot Abdullah, thot kur ishim në mezhlis ne e ndajshim pejgamberin alayhissalam tu thon më tepër se 100 herë gjatë asaj ndaj. Thonte Rabbi gfirli wa tub alayya. Rabbi gfirli, o Zot falem. O Zot, pranom mu ndër njerëzit që janë që bëjnë taube, pranom. Pra ne, ku mund të mbrojmë pejgamberin nërës? Ai ka kanë njeri i dallahun për këtë sene. Po pse i ka bu këto pejgamberin? I ka bu që ne t'i kena këto për herë për parasinë. Për herë duhet të thonë istighfar. Ka pas një njeri gjithmonë të thonë, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah. Janë një kapajta nuk din fjalë gjithë. Rapove, jam hafiz, e di Kur'anin përmendesh. Po pse çka shpesh të astaghfirullah? Po unë ne të gjithë bëjmë gabime shpesh për të thonë astaghfirullah. Po alhamdulillah Allah edhe se bëjmë gjina e prap na ka dhënë plot. Ne bëjmë gjina shko pa ujtin që e ka falë Allah. Shko lajun ditë që Allah xhaleshani e ka falë ditë. Shko puno pi tokës, Allah ta ka falë tokën për të bëu bereqet. Ta ne bëjmë gjina, Allah prap na jep. Bëjmë gjina prap na jep. Pra të thonë astaghfirullah. Alhamdulillah. Ka qenë nimeteve thonë alhamdulillah. Ka qenë gjina thonë astaghfirullah. Allahu xhaleshani na falë të ditëve. Inshallah ndrojmë Ramazanin si duhet të shoh. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين تعظيما للنبي وتكريما لفخام لشأن صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.